një marrëveshje trilaterale midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për forcimin e bashkëpunimit ushtarak është nënshkruar të martën në Tiranë dhe ju përfshin pika të rëndësishme në fushën e mbrojtjes, ndër të cilat edhe kundër veprimin ndaj kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë strategjike dhe ofrimin e mbështetjes së plotë për integrimin euro-atlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale, njohur si çështjeve të sigurisë, Urakuç-Kuçi, thot për Kosova Press se kjo marrëveshje është arritur në koordinim me NATO-n dhe sipas tij, Kosovës përmes Shqipërisë dhe Kroacisë po i ofrohet mundësia që të afrohet sa më shumë me Aleancën Veriatlantike. Madje siç thot ai, me këtë marrëveshje ushtarake, Serbia dhe Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë izolohen. Kuçi, NATO-ja, Shqipëria dhe Kroacia ja kanë ofruar Kosovës një mundësi të artë. Kjo marrëveshje është bërë me miratimin e NATO-s, sepse Shqipëria dhe Kroacia nuk do të kishin të drejtë të nënshkruan një marrëveshje të tillë pa miratimin e NATO-s. Jashtë vendeve anëtare të NATO-s, andaj mund të themi se NATO-ja, Shqipëria dhe Kroacia ja kanë ofruar Kosovës një mundësi të artë, që të afrohet sa më shumë me NATO-n, të rrisë sigurinë e saj, edhe po të rrisë edhe sigurinë e rajonit, me marrëveshjen e tanishme që ka ndodhur me këtë deklaratë nga Kosova, Shqipëria dhe Kroacia për çështjen ushtarake. Atëherë deri në një mas Serbia dhe Republika Serbe izolohen, ku atyre ose ju ofrohet mundësia për paqe dhe për zhvillime drejt strukturave euro-atlantike, ose do të mbeten të izoluara në këtë mënyrë që të mbeten të vetmuara dhe nuk mund të kërcënojnë asnjë vend që është pjesë e NATO-s, apo ka marrëveshje me vendet aleate të NATO-s, tha ai. Marrëveshja u nënshkrua të martën nga ministrat e mbrojtjes së 3 shteteve. Kjo u tha që synon të forcojë aftësinë mbrojtëse të 3 vendeve të rrisë bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësojë ndërveprimin ushtarak përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjes së përbashkët, si dhe përmirësimin e ndërveprimit ushtarak në rajon.